Shëndetje. Si paraqitet situata aktuale e turizmit në Kelment edhe si është rritur interesi i vizitorëve së fundmi për këtë zonë? Ajo që ka ndikuar pozitivisht ka qenë investimi dhe mbajtja hapur e rrugës nga firma kontraktuese për gjatë dimrit dhe për gjatë rreshjeve të Borës, por edhe reklamimi që është bërë Vërmoshit, ku për shkak të hapjes së kësaj rruge disa bujtina, por edhe jo vetëm në Vërmosh, por edhe në pjesën tjetër të Kelmentit, për shkak edhe të rrugës së hapur dhe investimet që kanë bërë vetë banorët, ka pasur edhe turistë të cilët e kanë frekuentuar, por edhe disa bujtina të cilët kanë qëndruar hapur për gjatë 12 muajve të vitit për shkak edhe të kërkesës që kanë pasur, por edhe duke qenë se janë banor të zonës. Ajo, siç e thatë edhe ju, sfida më e madhe është largimi i tyre të cilët dhe i fuqisë punëtore, cilët ndër vite në zonën e Vërmoshit kanë emigruar jashtë, duke filluar që nga vitet e hershme të periudhës së komunizmit dhe me fillimin e tranzicionit politik pas viteve 90 kanë emigruar jashtë, por që vitet e fundit të re që ka një tendencë për të rikthyer dhe për të investuar në shtëpitë e tyre në pronat e të parëve, ku kjo, siç duket, është një sfidë mes turizmit dhe banorëve të zonës që kanë mbetur, por edhe atyre të cilët dëshirojnë që të rikthehen dhe të nisin investime. Pra, një lloj sfide mes asaj që mund quhet largim ose shpopullim i zonës, ku kujtojmë se vetëm Vërmoshi deri në vitet 90 ka pasur rreth 1500 banor, ndërkohë që sot mund të jenë rreth gjatë dimrit që qëndrojnë rreth 150-160 banor, pavarësisht se ka shkollë, ka ambulancë, rruga është afër me plave në Gucin, por që është e njëjta situatë edhe në zonën tjetër të Malit të Zi. Megjithatë, në pjesën tjetër të Kelmenit, siç është zona Tamarës, vetë pronarët e bizneseve janë të kënaqur me sezonin turistik, jo vetëm gjatë sezonit verës, por edhe gjatë dimrit, duke qenë se mirëmbajtja rrugës që është kryesorja, disa investime që janë bërë në furnizimin me energji elektrike në këto zonë kanë ndikuar pozitivisht në gjithë këtë situatë. Ne kemi marrë edhe një intervistë banorë të zonës, por edhe vetë biznesmen të cilët kanë bizneset e tyre në zonën e Kelmentit. Por për me ba turizm ose me ba një ashtë, jo, ma shumë ka nërë prej poshtë, ka nërë do janë të ba atje një fillimin e Vërmoshit, atje kanë ba në cender, edhe ma shumë e kanë plan të hujt, si të hujt Shkodran, Dukazinas që nda, se sa venasit për turizm, se ala nuk... Ka pas njerëz që vizitojnë shumë këtë vend, të huj, ka pas plot edhe shqiptarë të domthon Shqipërisë e diaspora ka ardhur shumë mirë, domthon një knatësi që vinë në vendeve, që vinë në këto male, në këto kreshtat, këtë natyrë që na ka falë Zoti. Kryesisht hujt, për i ka kanë ardhur dhe çfarë thotë për vend? Evropianë vinë shumë, Gjermania, Suedia, Polonia, Çek, vinë, domthon janë shumë kënaqur, lanë review shumë të mira në të rrjetet sociale, edhe janë shumë kënaqur, presin shi marrë sezonin marrë prapë, shumica. Po dimni, si ka dimni? Dimni për fatkeqësi s'ka burë. Në demande nuk ka humbë bura, kanë humbë dimnat, edhe nuk ka tamam turizm dimnor. Edhe nuk kemë tash nuk e di, shteti apo privatja, kur nuk ka një përski, një vend përski, turizmi dimnor është më i dobët. Ka turizm, ka lëvizje, por është më i dobët. Edhe ashtu kjo mima këto me fjalë. Këto janë pothuajt një lloj. Pra, tana janë me veti kurative ku i ke mësu? Të kena mësu vetë se ma starku, pikrisht ne ka mësu një frat që kena pas to. E ka ne janë 11 vjetë to, si frat, Patër Sergjo e ka thënë, edhe na i ka sugjeru, na ka thënë bani këtë punë se do të kesh një rezultat shumë mirë, edhe jam shumë i kënaqur me këtë punë. Tana kanë Tana kanë vlerën
një vlerë dhe ka një shije shumë specifike dhe shumë mirë për këtë tonë. Si përlojnë delim Mirë, Simon, kemi ndjekur shtu një pjesë nga intervistat e kryera se i takon edhe turizmit në rritje për zonën e Kelmendit, biznese që flisnin me nota optimizmi se i takon rritjes së turistëve nga gjitha Europa në këtë zonë. Faleminderit edhe për raportimin e drejt për drejt.